22 mars, dorëzim madhështor. Atëherë Juda, si mori kohortën romake dhe roja prej kryepriftërinjve e prej farisenjve, erdhi aty me fener dhe pishtar dhe me armë. Atëherë Jezusi, duke i ditur të gjitha ato që do të vinin mbi të, doli dhe u tha: "Kë kërkoni?" Ata ju përgjigjen: "Jezus Nazaretasin." Jezusi u tha: "Unë jam." Ata u smbrapsën dhe ranë për dhe. Gjoni 18, 3-6. Të gjithë shkrimtarët e Ungjillive mbulojnë ngjarje të ngjashme nga jeta e Jezusit, por secili nxjerr në pa hollësi dhe aspekte të veçanta të identitetit të tij. Një nga synimet e Gjonit ishte të vendoste epërsinë dhe fitoren e Jezusit mbi rrethanat që kishin për qëllim ta ulnin dhe ta poshtëronin atë. Mendoni për arrestimin e Jezusit në kopshtin e Gjetsemanit. Ai u dorëzua me dëshirë, por duke e zbuluar me autoritet madhështinë e tij si shpëtimtar i botës. Një herë, njerëzit ishin përpjekur ta bënin Jezusin mbret me zor, dhe ai ishte tërhequr, nga që e dinte se mbretërimi në botë nuk ishte fati i tij. Gjoni 6:15. Prandaj, kur ushtarët erdhën për ta detyruar që të mbante kryqin, ai e dinte gjithçka që do të ndodhte. Sigurisht, ata prisnin ta kërkonin gjithandej këtë marangos famkeq nga Galilea. Përkundrazi, ja ku ishte ai, duke ju dorëzuar atyre me dëshirë, me një madhështi në zërin e tij, një vështrim në sytë e tij dhe një autoritet rreth personit të tij, dhe këto kontribuan në seriozitetin e këtij çasti. Nuk është çudi që ata u smbrapsën dhe ranë për dhe. Kur Jezusi ju dorëzua atyre që do ta trajtonin si blasfemues dhe kriminal, ai nuk e mohoi se kush ishte. Përkundrazi, ai përdori një gjuhë që komunikonte identitetin dhe autoritetin e tij hyjnor. Jezusi përdori frazën: "Unë jam", jo vetëm për t'u treguar ushtarëve se ai ishte Jezusi i Nazaretit, por edhe për ta identifikuar veten si ai që i ishte shfaqur Mojsiut në ferrishten që digjej. Eksodi 3:14. Kjo ishte njëjta frazë të cilën e kishte shqiptuar muaj më parë, dhe përpaksa nuk e kishin vrarë me gur. Gjoni 8:58 deri në 59. Sepse kjo ishte një deklaratë e qartë se ai ishte Perëndia i gjallë dhe vetë ekzistues. Ja tek është ky Perëndi, që del përpara për të mos i lejuar miqtë e tij që të bëjnë rezistencë dhe për t'i lejuar armiqtë e tij që ta vrasin. Pse? Ndërsa Krishti doli përpara në kopsht, ai jo vetëm që po i mbronte dishepujt e tij, por gjithashtu po siguronte për njerëzit e tij. Ai doli përpara si zëvendësuesi i njerëzve mëkatar, si përmbushja e gjithçkaje që pritej prej kohësh. Ai e dinte saktësisht se çfarë priste, sepse edhe Krishti vdiq një herë për mëkatet, i drejti për të padrejtët, që t'ju sjellte Perëndia. 1 Pjetrit 3:18. Në ndërthurjen e tij të dorëzimit të vullnetshëm dhe të autoritetit hyjnor, Krishti hodhi hapin tjetër drejt kryqit, ku flijimi i tij fitoi shpëtimin ton. Ai nuk u largua nga kryqi, por eci me vendosmëri drejt tij, dhe këtë ai e bëri për ty. Vërtet kjo është mrekulli, aq sa vështirë ta besoj, që biri yt nga qielli të vijë e të vdes për të dhënë shpëtim.